Grupi Aviuskana, të cilët gjatë kësaj periudhe si rrallkush janë përpjekur për të mbajtur gjallë entuziazmin e kërçovarëve përmes mbrëmjeve të organizuara në lokacione të ndryshme në moton Zëri i Morgatës voto shqip për Uskanën, do të organizojë një mbrëmje madhështore të shtunën në mbrëmje me fillim në ora 19 në Hotel Restorant Arabella në Kreshov. Kjo mbrëmje është menduar si një mirëseardhje për mërgjimtarët që do të vinë nga 4 anët e botës për të marrë pjesë në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale që do të mbahen të dielën. Në këtë mbrëmje pritet të marrin pjesë edhe artistë të tjerë kreshtovar, ndërsa nga grupi Aviuskana u bën thirrje qytetarëve që të jenë pjesë e kësaj mbrëmje, duke theksuar se Uskana ju pret me krah hapur. Një pjesë e Mërgatës erdhi të votojë në raundin e parë. Ne special grupi Uskana që ndruam edhe për raundin e dytë. Mirë po, në mes tyre pam një heshtje relative për para kampanjës, u bë kampanjë pa kampanjë. Edhe pam të rrugës, t'i japim një fushat, t'i shtëm një shtyt, t'i japim një nxitje Mërgatës për ta prunë vendligje të votojë shqip. Edhe maratonën e filluam që nga te Swiss Ranch së pari, pastaj vijuam, shkuam te kjo knezhin te shtëpia e arteve, pastaj ishëm edhe në Zajaz, te Kështjella, ishëm në fshatin Sërbic, në Kastriot, te kafja i Senit, më duket ashtu, edhe sonte jemi te Prestizhi, dhe në finale, ku i kemi thirrë të gjithë artistët korçovar të marrin pjesë, do t'jetë te Arabella. Pra ditën e shtunë, të gjithë dhe nga rrugë toksor, mërgjimtarët janë të mirëseardhur e ju presim duar hapur. Në fund, ata patën edhe një mesazh për të gjithë kreshtovarët. Uskana voton! Votoni shqip! Mirë se vini! Maratona vazhdon në emën të mërgjimtarëve, nesër në ora 7 jemi ke Arabella. Ju mi presim dhe mirë se të vini.